Fillimi i Big Brother VIP Kosova ka ndezu sërish gjithë skenën mediatike, duke sjell emocione, diskutime dhe pritshmëri të mëdha. Që në minutat e para të startimit, fansat kanë nisur të komentojnë me entuziazëm dhe të kërkojnë surprizat mëdha nga produksioni. Mes shumë emrave që qarkullojnë në rrjet, ai që përmendet më shpesh është Gjisti, një prej personazheve më të ndjekur dhe më të diskutuar të momentit. Nëpër komente, shumë ndjekës janë shprehur të bindur ose të paktën plot shpresë se Gjisti mund të jetë surpriza e madhe e këtij sezoni. Disa madje kanë qenë të gatshëm të vënë bast se ai do të shfaqet mes banorëve të tjerë, duke krijuar një bujë akoma më të madhe. E gjithë kjo dëshirë e publikut vjen nga fakti që Ali ka krijuar një lidhje të fortë me audiencën dhe çdo lëvizje e tij ndiqet me shumë interes. Megjithatë, edhe pse fansat e duan këtë ide, realiteti është shumë më i vështirë se thjesht një hyrje në një show televiziv. Së fundmi, Gjesti ka kaluar një tragjedi familjare që i ka lënë gjurmë të thella. Ai ka humbur vëllain e tij, një dhimbje që nuk shërohet lehtë dhe që kërkon shumë kohë, kujdes dhe mbështetje emocionale. Në këto rrethana, të mendosh për një pjesëmarrje në Big Brother VIP është gati e pamundur. Ky program kërkon energji, stabilitet emocional, qetësi shpirtërore dhe gatishmëri për t'u ekspozuar para publikut 24 orë në 24. Dhe këto, në këtë moment të jetës së tij, janë gjëra që Gjestit thjesht nuk mund t'i kërkohen. Publiku ka qenë i mrekullueshëm në mbështetjen e tyre dhe në fjalët e mira që i drejtojnë çdo ditë. Dashuria që ai merr nga fansat është e jashtëzakonshme dhe kjo tregon sa shumë e duan dhe e vlerësojnë. Por sërish, duhet kuptuar se nganjëherë njeriu ka nevojë të tërhiqet pak, të shërohet dhe të përqendrohet tek vetja dhe familja. Ka shumë njerëz që thonë se një hyrje në BBVK do t'i jepte Gjestit energji të re, ose do ta largonte mendjen nga dhimbja, por e vërteta është se dhimbjet e mëdha nuk menaxhohen në kamera. Të qenit në një mjedis kaq të ekspozuar mund ta rëndojë edhe më shumë gjendjen e tij emocionale, dhe kjo nuk është çfarë ai ka nevojë tani. E rëndësishme është që ai të ketë qetësi, të marrë kohën e nevojshme për të kaluar këtë periudhë të errët dhe të rrethojë veten me njerëzit që e duan dhe e kuptojnë. Jeta personale dhe shëndeti emocional janë mbi çdo format, sado i madh dhe i rëndësishëm të jetë. Në fund, BBVK mund të presë. Fansat mund të vazhdojnë të shpresojnë, por mbi të gjitha duhet të respektojnë faktin që Gjestit i duhet kohë për të marrë veten. Ajo që ka më shumë rëndësi tani është që ai të jetë mirë, të gjejë forcë brenda vetes dhe të rikthehet kur të jetë gati, jo për spektakël, por për veten e tij.